Analisti politik Nexhmedin Spahiu në emisionin Infonata ka komentuar situatën politike në vend dhe mundësinë e formimit të qeverisë nga opozita pas dështimit të formimit të saj nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Spahiu tha se partitë opozitare e kanë potencialin që të formojnë një qeveri të re nëse arrin marrëveshje duke përfshirë edhe listën serbe në të. Opozita ka mundësi me bojë qeverinë nëse nuk do të ishte zgjedhja e presidentit. Një qeveri e tillë po mendojnë nuk kishte me zgjat më shumë se 2 ose 3 muaj, ata thjesht mund të bëjnë qeveri, 52 deputet i kanë, plus lista serbe i ka 9, i bëjnë 61, tha Spahiu. Ai shtoi se një skenar i tillë do të mund ta zinte në befasi Albin Kurtin dhe se një bashkëpunim i opozitës me listën serbe nuk do të ishte i papritur. Nëse në zgjedhjet e ardhshme ndodh një gjë e tillë, ata kanë me e bë me listën serbe dhe është krejt normale, ata mund ta zënë Albin Kurtin në befasi dhe me u kry kjo punë. Ata bile nuk e kanë fare problem që të bëjnë një koalicion me listën serbe, madje do ta bënin që tani, sikur të mos ishte afati i shkurtër të rikthim mandati qeverisës. Spahiu paralajmëroi se një bashkëpunim i tillë opozitar mund të përsëritet edhe në të ardhmen, në varësi të zhvillimeve politike në Kosovë. Nuk është as pak e sigurt që ata nuk do ta bëjnë një koalicion të tillë dhe për një mandat të shkurtër, përfundoi ai.